dhe jo nga departamenti i thesarit, që është procedurë ndryshme, unë po them që do të vazhdoj si politik që do ta ndjek departamenti i shtetit, pavarësisht se ka ardhur Donald Trump i president. Fakti që Rubio është një personazh i cili ka gjithë jetën në departament në Senat, në Komisionin e Politikës Jashtme të Senatit, edhe një nominim që mori 100% votave të Senatit, se do të themi edhe këtë të vërtetë. Se normalisht e kështu është, ëh? Po, pra, mori 100% pëlqyeshmërinë. Kreu i departamentit të shtetit. Jo, nuk e mori ai që ishte më përpara 100% votave, se republikanët votuan kundra. Po, përveç këtij faktit, çfarë bëri Rubio sa erdhi? Përdori të njëjtin instrument ndaj një politikani shumë të rëndësishëm në Argjentinë, që ishte politikani i majt. Por i majt ama. Po, pra. Por i majt ama. Kjo është mënyra e balancimit që ai kërkoi. Sa pse bëni vetëm politikan konservator të djathtë, të shpallur non grata? Edhe ai e balancoi. Në fund fare Kuti është një lloj për gjithë, majt e djathtë. Leka pastaj Lela. Po. Unë mendoj që problemi në ngradës as paktën në momentin që jemi nuk jam vlen as diskutohet, sepse në kuptimin politik asaj i ka humur vlera, është si një monedhë që i ka humur vlera e bankës që në fillim. Pse? Sepse jemi në një realitet tjetër dhe tashmë zgjedhjet kanë mbaruar. Po t'ishte përpara zgjedhjeve do mund të flisnim ndryshe. Po mos harroj, janë 500 e sa mijë veta që kanë votuar Berishën, Po pra. Po i ka humbur pra vlera, janë 500 e sa mijë pra veta që votojnë. Ja kanë hequr vlerën në ngradës. Ja kanë hequr vlerën në ngradës, se janë 500 e sa mijë veta që kanë votuar zotin Berisha. Kështu që pra i thonë është mjaft që kjo nga pikpamja de facto ajo në ngrada ka rënë thonë. Po, dhe edhe kjo deklarata e Shtetit Bashkuar të Amerikës që është e barazlarguar, siç thatë edhe ju, nga të dy palët. Po jo nga populli, pra respekton popullin, por respekton popullin, edhe popullin opozitar që ka votuar zotin Berisha, edhe popullin e mazhorancës të majtë që ka votuar zotin Rama. Dhe mendoj që gjetja e opozitës dhe unë nëse ato shumën që nuk e dim për atë të famshmin lascivita, unë mendoj që është para e shkuar dëm. Do më thënë, ishte një aksesor i pa nevojshëm, thoni ju? Mendoj që ishte si një mall kinez nga ata që shkon në një dyqan Louis Vuitton e blen çantën me 5 euro. Unë mendoj që Louis Vuitton falso, ja, shiko, tash një sekond. Këtu ta ndajmë një gjë. Nuk ndodhi asgjë. Pa fol Lela. Nuk ndodhi asgjë, pra fitoi 83 mandata tjetër. Çfarë ndodhi? Ajo është çështje tjetër, varet çai ke kërkutja e atij personit. Po që ai, për mua, si e shikoj, e para një herë trademark i tij është i padiskutueshëm. Është një nga arkitektët e fushatës, një nga, nuk po themi vetëm. Po, për në Amerikë. Të zotit Trump. Nuk po flas për senator. Realiteti i Shqipërisë. Një sekond, po takon, realiteti shqiptar tani. Mirë, solli një kapele edhe... Një sekond. Po më varet çai kërkuti, mund të diskutosh çai kërkuti Laçevidës. Nuk e di. Por një gjë është... Jam i sigurt që nuk i ka kërku kapele. Mund ta kemi këshilluar ne atë ore. Jo, jam i sigurt që nuk i ka kërku kapele. Për të vlerësuar them unë, tjetër gjë pastaj ngjitja apo ngjitja mesazhi, sepse ishte personazh ndoshta jo i duri, unë zotin Berisha dhe si gjithë ne tjerët jemi mësuar për 35 vjet ta shohim në mënyrë aktive, agresive etj. Nuk i shkon në soft. Varianti soft, ndoshta zoti Berisha nuk i ngjit në karakterin e tij. Zbuti e nxori nga natyra. E nxori pak nga natyra e tij, po ai me veten e tij ai ishte korrekt, tha, luani me mesazhin pozitiv, apo jo Lela, luani tha me mesazhin pozitiv. Tjetër gjë pastaj ndoshta zoti Berisha në moshën që ka biologjike, por jo vetëm, se shpesh herë ja keq përdorin këtë moshën politike, por moshën politike që ai ka, ndoshta nuk i shkon. Nuk mund ndryshojë njeriu mbas 35 viteve aktive në politikë, është ai që është, njerëzit do ta votojnë pa. Ktu pastaj hym te analiza tjetër që ndoshta meriton një emision tjetër, as zgjodhi Berisha strategjinë e dur për të përballur zgjedhje, unë them që jo. Po këtu nuk është faji Laçevidës. Tu nuk mund të akuzosh Laçevidën. Po nuk po akuzoj Laçevidën. Po ti po thu për atë pra ishte mall falso, Louis Vuitton falso ti. Jo ma ishte Louis Vuitton real. Ja po ta them. Ke tregu çam thu ti nuk e blen njeri, se blen ato falsot. Kjo është edhe punë, pastaj diskutim tjetër. Pse ka shekuj, ekziston edhe e përshtatshëm. Edhe unë po të them, jo se është zoti Lela këtu. Alfred do të them se si zoti më duket shumë larg. Tani, jo se është Alfredi këtu, zoti është lartë me të vetë, s'ka lidhe me ne. Problemi është, largë, thashë lartë, problemi është që
Unë jam 1.000.000% i sigurt. Në qoftë se do të ulim të bëjmë një draft të një fushate elektorale, unë jam totalisht 100% i bindur që Zoti Lela do ta kishte bërë shumë më mirë strategjinë e fushatës së Partisë Demokratike se sa ai që erdhi në Shqipëri. Domethënë, Ky quhet diversion, megjithatë po e lej Fredin përgjigje. Ky quhet diversion. Po dhe jo ta marrëm shumë diversion se Ja, unë nuk kam dakord. Unë mendoj që Laçivita ishte një vlerë e shtuar e një fushate elektorale politike shqiptare. Mjaft drejt marku i tij. Pastaj ngjit, ai s'është fajti, varet çfarë ke kërku. Tani unë jam i vetmi këtu që kam punuar me to, pra kam pas. Unë s'kam punuar, por i kam ndjer efektet e tij. Dhe mendoj që Partia Demokratike dhe ne kemi qenë me fat që e kemi pasur në staf. Dhe ka pas vrejtje, shiko, ne shqiptarët jemi pak të çuditshëm dhe ishte dikush aty tek stafi jonë që thoshte, tha në një moment që këta Amerikanët nuk bëjnë. Dhe unë i thash këtë, i thash tani ky zotëri, That's not true. Jo, prit, i thash këta zotërinjt kanë bërë fushatën e Trumpit, ti fushatën e kujt ke bërë? Belin Kliçin maksimumi. Kishte bërë një kandidati, nuk e diu, në Gjiza, në Durrës. Pra tani mora rastin më të mirë, Belin Kliçin. Rekordi i tyre flet për, pra, më duket e teprojmë pak kur gjykojmë. Se Rama nuk do merrte Amerikanë dhe Izraelit, dhe nuk do merreshin në gjithë botën Amerikanët. Merren se din diçka ta marrë mirë dhe çdo gjë që shpiket atje pastaj bëhet vetëm tu dilema si përdorim ata. Mod elektorale. Rama i përdor underground, i merr sondazhet, i merr exit pollet, i merr grupet e interesit. Shiko, kam përshtypje, Fredi, që këtu Laçivita tha, okay, se e tha dhe ke intervista me The Guardian, doni dal televizor, po unë jam këtu për këtë punë. Ai bëri të gjitha, edhe doli në televizor, edhe mbajti fjalime, edhe bëri sondazhe, dhe dha këshilla strategjike, bëri çmos për të bërë fituese një parti e cila nuk ishte në terren amerikan, në kuptimin që nuk janë, këtu nuk u bën zgjedhjet si në Amerikë, Sokol, tani. Ndoshta kjo duhet, ndoshta për këtë, në kuptimin që nuk doli Joe Biden t'ju ofronte pensionistëve amerikanë, nuk e di sa milion janë një bonus, 2 ditë para zgjedhjeve. Pra janë ca gjëra që nuk lejohen dhe nuk bëhen. Edhe këtu nuk lejohen me ligj, po këtu bëhen. Dhe mua më kujtohet Celibashi që ti më thanë me shaka the që desh ishe zënë me Minxhozit. Debat parimor ishte. Parimor, okej. Sepse edhe unë dhe Minxhozi jemi dakord që Celibashi është parim specialisti më i mirë elektoral në Shqipëri. Ndryshe nga shmendon Partia Demokratike her pas here. Jo këtë radhë. Unë mendoj këtë, para 2 vjetësh në zgjedhjet lokale, kur e dha bonusin e pensionistëve, Zoti Celibashi doli dhe tha që në zgjedhjet lokale kjo lejohet, po jo në të përgjithshme. E bëri në zgjedhjet përgjithshme, e shkeli ligjin, e bëri prap Zoti Rama dhe nuk tha gjë. Pra, e solla këtë shembull. Se pa kam mendim tjetër për këtë punë, po. E solla këtë shembull për të thënë që pra i kërkojmë Kris Laçivitas dhe i themi që po se ti di diçka për Amerikën, po jo për Shqipërinë, po në të një kohë duhet i japim dhe këtë tjetrën që edhe undergroundi, edhe